Lavatriçja juaj nuk po merr ujin dhe as nuk e nxjerr. Mundohuni të kontrolloni këtë opsion. Në rast se lavatriçja nuk e zbraz ujin ose nuk merr ujë, kjo mund të jetë për shkak të filtrit të bllokuar ose zorrës së përdredhur. Udhëzimet e mëposhtme janë orientues të mirë për zgjedhjen e disa problemeve më të zakonshme në lidhje me çështjen e zbrazjes ose furnizimit me ujë, përfshirë filtrin e pastrimit. Kontrolloni opsionet bazë të lavatriçes. Kur lavatriçja nuk funksionon, kontrolloni që dera të jetë e mbyllur mirë. Makina larëse duhet të futet në prizë dhe të ndizet. Sigurohuni që gjithashtu që valvula e burimit të ujit të jetë plotësisht e lidhur dhe e ndezur. Kontrolloni lidhjen e duhur të zorrës së ujit të nxehtë dhe të ftohtë. Gjithashtu duhet të bëni edhe pastrimin e filtrave të lavatriçes her pas here, pasi edhe nga papastërtitë e rrobave tuaja mund të krijoni bllokime dhe kështu të bëni edhe larje jo të mira.